Përshëndetje Prishtina Ali, faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me shiqur një episod tjetër të Prishtin Podcast. Ashtu siç kemi premtuar, çdo episod po mundohemi me sjell diçka unike edhe diçka rreth historisë së kryeqytetit tonë. Këtë episod kemi vendosur mja dediku shkollës Elena Gjika, edhe kush më mirë me na tregu për historinë e shkollës, se sa ish drejtoresha Greta Kaçinuari. Greta, faleminderit shumë që keni ardhur edhe na ke nderuar me prezencën e juaj. Falenderit Jona për ftesën dhe është një nder për mua që të flas për shkollën emrin në cilit e përmendet, për shkollën Elena Gjika. Jo vetëm pse ka Elena Gjika, ajo shkollë vërtet meriton një qasje të veçantë. Është shumë shkollë unike. Nëse kishe mujt me fillu pra pak me folë rreth historisë shkollës, siç po thoni është për një shkollë e veçantë, mundeni me na tregu dhe më mirë çysh ka qenë emri i shkollës, kohën kur ju keni qenë drejtoresh, edhe ndoshta me ndërlidh këtu edhe historinë e juaj se si keni fillu punësimin aty, edhe çysh ka vazhdu kjo histori. Shkolla ka qenë Vukaraxheç, apo? Shkolla është shumë interesante në shumë pikpamje, është ndër objektet më të vjetra që ende ekziston. Do më thonë i takon periudhës ndërtimi është i austro-hungares dhe ka qenë i ndërlidhur me Muzeun e Kosovës. Do më thonë muzeu atëre ka qenë si mos të them qendër komunale, po flas me fjalorin e sotëm, kurse objekti e Elena Gjikës ka qenë si objekt ndihmës. Do më thonë janë 4 objekte të kësaj periudhe të ndërtuara dhe shumë të bukura. Bazuar në këtë që është objekt mbi 100 vjeçar, unë pata dërgu kërkes në komunë që objekti të ruhet si trashëgimi kulturore. Edhe që ka ndodhur, ajo ka hyrë në listën e trashëgimisë kulturore. Unë vërtet kam nderin që do të flas për këtë. Si kam filluar si jam lidh me shkollën Elena Gjika, me që banoja në afërsi të objektit, fëmija një djalosh i Koshive më ankohet dhe thot teta Greta na po humbin vazhdimisht orë të anglishtës. Unë e kom thonë po thuju aty në shkollë se është një mësuese që rinë në shtëpi. Jo keni ditë do me thonë anglisht në atë kohë? Në atë kohë, po. Unë i kom kry studimet në Bosnje, në Tuzla, dhe kam marrë dhe përgatitur. Përsa i përket profesionit. Dhe ky djaloshi tregon në shkollë, ata thonë për ledvija jo vetë, edhe unë shkoj në shkollë, paraqitëm. Interesant është se mësimet e para i kom bajt në paralelet sërbe. Për shkak se shkolla Elena Gjika ka qenë karakteristike në kohën edhe kur e ka pas emrin Vukaraxheç, si një shkollë unike, cila përfshinte mësimin në gjuhën shqipe, mësimin në gjuhën sërbe dhe mësimin në gjuhën turke. Pos kësaj ka qenë edhe një paralele veçantë e fëmijëve të shurdhër. Edhe diçka karakteristike të gjithë që i përkasin minoriteteve tjera, si që janë Romët, Ashkalit, sidomos Romët, ata i përcjellnin mësimet në gjuhën sërbe. Edhe për ta ka ekzistue që atëhere, po flas para gjysmë shekulli, apo, kanë ekzistue paralelet përgatitore. Po, si parashkollor. Si parashkollor, për klasën e parë. Dhe kjo ka qenë unikat në Prishtinë.
S'ka pas shkollë tjetër që e ka ofru këto, do me thonë, veç Elena Gjika e ka pas Vetëm Elena Gjika e ka pas këtë. E ka pas edhe Meto Bajraktari, edhe ata e kanë pas një paralele të gjuhës turke. Por na i kemi pas dy paralele. Po. Do me thonë, lagja ka qenë e tillë dhe një lagje shumë interesante do me thonë ju keni fillu si arsimtare e gjuhës angleze për paralelet sërbe. Për paralelet sërbe, po. Edhe tani kjo ka vazhdu, keni dhënë mësim edhe për paralelet tjera? Pastaj kur se deri atëre është mësue gjuha ruse në shkolla, apo edhe gjuha frenge. E kur u fut të gjuha angleze si orë e regull të mësimore, unë atër isha diku ndoshta gjenerata e tre që ka mësue po flasë për paralelet në gjuhën Shqipe, që kanë mësue gjuhën angleze. E mua atër mundan 3 paralele, edhe ashtu kam filluar. Sa vjeç që keni qenë atër? Unë sa vjeç që kam qenë? Po. 26-7. Ma studimeve? Po. Tani në cilin vetë bohën e zëvendës drejtoresh? Në vitin 89, 1989, po. Në kohën më të vështirë, kur u morën vesh mes vete, 3 veta, se si do t'ja bëjmë, apo e merr ti, po e marr. S'mundesh me thëmë jo, ishte situata e tillë, ato 2 kolegët tjera thanë edhe të 3 po konkurrojmë, na 2 do të rriqemi. Edhe ashtu që unë u emrova zëvendës drejtoresh. A ka qenë vështirë në atë kohë si shqiptare me qenë zëvendës drejtoresh, ose të paktën gjatë viteve 90 tani bohën e drejtoresh, a ka qenë? Po qysh nuk ka qenë vështirë. Unë edhe jepja mësim, edhe e kisha këtë punë, të dyjat, nuk kam tash të lëshoj mësim dhënien, po mendoj ashtu që me kalon të gati të rëdita në shkollë. Ndoshta kisha pak fatë se drejtorin e dhunshëm të cilët të sollën, ishte njeri ashtu pak, mos them shakleban, se ishte gati 2 metra e gjatë, por ajo mus më frigon të tja që e gishtin nga njëherë, edhe që a i fillon të qeshte pastaj, se një kohë ishim bashkë në Zyrë, edhe po kur fillun ndalesat në Rroga, që për mua ishte një diskriminimi i papar, i pa dëgjuar ndonjëherë, e atëherë u prishën marrëdhëniet krejtësisht, edhe vetëm një ditë kur kom shkue për të hyrë në Zyrë, nuk kam mund të hyje, e kanë ndru bravën e Zyrës, edhe unë kam bejtur jashtë. Gjatë kohës kur keni qenë drejtoresh? Zëvendës drejtoresh, po. Edhe ashtu që atëherë filloi ndarja, u bo edhe ndarja fizike. Ndarja fizike na kishin fatë që u ba në atë mënyrë, po mendoj kanë mund të na largojnë nga objekti, sikur që ka ndodhë me Fajkonicën është apo? Me fajkonicën, po ata i pathin largu krejtësisht nga objekti, po u ba ashtu ndarja që shqiptarët e jenë në përdes, sërbët në katë, turqit në një objekt në aneks, dhe po problemi ishte të fëmijët të shurdhër. Këta shkonin në të njëjtën klasë, edhe e gjenin derën në mbyllur, vinin të une, pastaj ankoheshin, po edhe kërkonin, nuk duam
nuk duam të jemi nalt me ata, duam të jemi poshtë. Me shqiptar. Po, edhe ashtu u bë, edhe aty ne ua një hapësirë të vogël, ua rregulluam, ashtu që paksa hynëm në u përpoqëm, po këtu kam ndihmue prap prindërit nuk mund të ndaj kur nga krejt kjo, sepse kjo ndarje në Kate u bë falë një takimi shumë të madh që e kishim, dhe drejtori ishte në takim, ai drejtori i dhunshëm, dhe u desh të arsyetohet se duhet të bëhet ndarja, edhe që prindërit ishin këmbgulës që të jemi në objektin shkollor, edhe ashtu u bë ndarja. Kjo ndarje ka zgjatur deri në 1 shtator 1999. 99, po dhe të nënë përru. Do më thonë, gati një 10 vjeqar. Keni qenë të ndojmë në përkohet e në bazë? Ka qenë një ndamje, por kur i ke fëmijët për para, ti nuk e çka mendosh tjetër pos për fëmijët. Roli im kryesor ka qenë që mas pari nuk ju kom përzi arsimtarve në punën e tyre. Sepse unë gjithmonë kam mendoj edhe sot të ditën, se ai që e merr një punë për ta kryer, do ta kryer me dërgjegje dhe me atë se pse ka vendosë ta merr një punë përsipër. Me kry mirë, me bo punën. Edhe këto e kom përsërit shumë shpesh, edhe në 4 sy me kolegë. Po e mira së mirës është që unë kom qenë pjesë e tyne. Do më thonë, ne kemi qenë një familje shumë e madhe, unë nuk kam pikë në një moment të caktuar, po rruga ka vazhdu e bashkë deri në ditën kur unë kam dalë për shkollë. Dhe gjatë viteve të 90-ta, do më thonë, do të ndaj kështu në disa pjesë duhet të ndaj pa tjetër, do më thonë është roli i arsimtarve për të cilet unë vetëm ndjej edhe atëherë edhe sot të ditën vetëm dashuri, sepse vërtet e kanë krye punën e vetë me aq mundësi sa kanë pas edhe sa kemi pas. Gjithashtu ka pagesë, një kohë caktuar edhe nuk jeni pagu, nëse s'ka bëj ju keni qenë edhe e keni paraqit ankesën që arsimtarët nuk po paguhen edhe... Unë personalisht e kom padit shkollën atëherë, në seancën në gjykat nuk ka qenë prezent palja tjetër, ashtu që shkruhet aty që gjykimi shtyhet deri sa të krijon kushtet. Jo do më thonë që sumar parasysh. Gati 35 vjeta, po. Halo, sa të kësoj dita ajo nuk janë krijuar kushtet, jo kur. Edhe pse është bë ankesë nga ana e sindikatës të atëhershme, edhe në Këshillin e Evropës më duket, sa kam informata, nuk jam interesuar shumë rreth kësaj, ma vonë. Po, mirë është që të përmenden këto gjëra, po. Nuk kam qenë vetëm unë që kam padit, jemi marrëvesh gjithë ta bëjmë padin, që të kemi secili nga një dokument të asaj kohe. Do më thonë, arsimtarët edhe një element shumë të rëndësishëm, kur njerëzit duan
atë për çfarë përcaktohen, se si shkojnë punët pastaj. Në fillim të viteve 90, kolektivi I shkollës atëherë Vuk Karadžić, tash Elena Gjika, ishte mjaft I moshuar. Ashtu që diku një 7-8 mësues dolen mësuese, se krejt femra kanë qenë, dolen në pension, dhe unë u gjeta në një situatë palakmueshme çfarë të bëj. Derisa pensionoheshin kohë pas kohe, ishin disa të rinj nga shkolla e lartë pedagogjike që vinin të mbanin, e dini ato I kanë trajnimet, mbanin orë me zavetsue mësuesin, me qenë si asistent, si asistent mësuesi, ashtu që një mësuesi ishte shumë e veçantë dhe unë e luse dhe e thras, a ki shoqe tjera të gjeneratës sate që jeni kështu të mira. Të lutem le të konkurrojnë se nuk kemi mësuese, me beso. Ka qenë gjeneratën nga I cila ka mësua dhe vetë shumë gjëra, ma vonë. E kanë marrë me zemër punën, edhe mandej prap studentët të cilat vinin veç u lajmëroshin apo lejon që t'jemi në një klasë veç për pikë qefit. Jo pse ishin të deleguara nga shkolla e lartë, po pse donin vetë. Ashtu që kur një mësuese e tillë ta marrim vinte çdo ditë në zyrë dhe kërkonte ngjyrën e vulës, unë I thosha, po çka po të vjen ngjyra e vulës, edhe mos më harxho, se ishte koha e tillë, se s'pan me harxhu. Po tha, unë tha nuk po I jap nota fëmijëve, nuk I ka notue, po I ka pasur nga një farë smoki që shitëshin atëherë, brenda qeni, maca, ajo I ka përdor këto si vula, për t'ju tregu fëmijëve se në vend notave I ka qit vulat. Edhe fëmijët që kanë marrë maca të gjithë I kanë thonë se edhe unë nesër do ta marr qenin. Qeni ishte pak më I mirë, domethënë për të shkëlqyeshmit. E ka borën pak më interaktive, më interesant. Kanë qenë të mrekullueshme, e vërtet, ose ka shumë kësi raste, nuk e di, do të zgjatë emisioni vjetor. Po, në listën e mësueseve që I keni marrë, domethënë në punë, ka qenë ka qenë edhe mësuese Drita, nëse nuk gaboj, e cila ka qenë specifike për komunitetin që, domethënë nxënësat që kanë qenë me ndëgjem të dëmtuar, nëse më thënë. Mësuesja Drita ishte nana e në një nxënëse tonë të komunitetit, të grupit të fëmijëve që ishin të shurdhër. Dhe por Drita është shkolluar në Beograd dhe atje ka krye shkollën e lartë dhe domethënë me në bazë të dokumentacionit ka mund të jetë edhe mësimdhënëse. Edhe ashtu që Drita edhe fliste se sistemi I atëhershëm ka qenë ti mësosh fëmijët edhe të flasin edhe gjuhën e shenjave. Edhe a kishe marrë Drita me punue, ajo me plot gëzim e pohoj, ashtu që Drita të punoj, ai grupën nxënësish e mori të mbarën, e mori sepse e kishin një mësuese të familjes së vetë, në vërtet, po. Edhe
Ajo tash është pensionuar edhe mendoj se meriton një shpërblim të veçantë nga shkolla Elena Gjika, se ka qenë shumë e veçantë. Ajo ka komunikuar dhe me fëmijë tjerë edhe me të gjithë ka komunikuar. Me sa e di kanë filluar edhe nxënësat e shkollave tjera me ardhë në Elena Gjik, nxënësat e shurdhër që kanë qenë. Sidomos nga Podujeva patën fillu me ardhen, kjo ka qenë pas lufte kur rrit numri enorm i tyne dhe një vjet kanë qenë aty. Ndërkohën ju po ta bë kërkesë komunës së Podujevës që ta sigurojnë transportin e tyre, se ata shkretit pagushin vetë, edhe që edhe ata mundën në basë numrit të nxënësve ta formojnë një paralele për ta që mos të vinë pa nevojë të bëjnë udhime të panevojshme kur kanë mund të kenë edhe një paralele atje në Podujev. Pas një viti ka ndodhur kjo. Çka ka ndodhur pastaj me ta nuk e di, por e di se e kanë hapë një paralele në një fshat apo në Podujev, nuk jo me sigurt. Por sidoqoftë edhe ata nuk janë lënë jashtë sistemit. Në listën e kontributeve ose historive që ju kanë ndodhur sa keni qenë në Elena Gjik, është edhe rasti kur kanë ardhur, nëse nuk ka bëj, 2 policë serb, cilët ja u kanë kërku librin am edhe vulën e shkollës. Për shkak se ato kanë qenë libri am ka qenë në gjuhë shqipe. A mund të na tregu këtë histori çka? Kjo ka qenë viti 91-92, diku muaj gusht, sa patëm fillue vitin shkollor, dhe unë isha në një takim me kolegët e mi, në një në 3 klasave tona, dhe erdhen 2 veta, 2 burra, me uniforma. 2 metrasha, jo nuk ishin me uniform, ishin civila, edhe unë po I them urdhnoni, atëherë ata mu drejtuan serbisht, na po e kërkojmë filan fistekën, dhe mua po më kërkonin, kanë marrë vesh se unë jam përgjegjëse për gjuhën shqipe, dhe kur I pash me dherë thash, bre, sa qenë keni gjatë, sepse ishin vërtet shumë të gjatë, edhe po ju them, edhe qenë keni shumë të gjatë, edhe nga ajo shtëpi, nga cila vini, ishin të supit, ishin të ata shmirë, sop, udba. Nuk po di. Po të Prishtinës ishin. Ta zojta ju do të vini me ne, edhe une pranova. Na tregoni ku e keni librin nam, shkojmë të sekretari nelt, sekretari ishte në zyrën e vetë, shqiptar. Shqiptar, okej. Edhe po them librin nam të lutëm, këta po thojnë, jo këtë libër am, librin am t'juajnë. Gjuhën shqipe. Kjo është libri am I joni. Adin? Ata s'mushin me besue. Unë nuk e di pse nuk mushin me besue që ishte libri am I shkollës. Në libër am nuk ka pas ndarje. Do më thonë aty të gjithë fëmijë që kanë viju e shkollën, kanë qenë me një. Kanë qenë në një libër. Tash ata u zonë në pozitë jo të mirë, po thonë zojta vulën e shkollës vulën. Unë po ju them vulën nuk e kam këtu, ju po e shifni se unë nuk kam zyre. Dera e zyrës në cilën kam qëndrua, tashmë është ndru, bravo, nuk mund të hyj aty, dhe unë nuk kam të ruaj, nuk kam ku të ruaj vulën, për të cilën jam përgjegjëse,
po e kam në shtëpi. Atje është vendi më i sigurt, e po atë rëzoj na duhet të shkojmë në shtëpi. Edhe të hynë në kerë, ata tash me bo pak shaka, po tojnë kërkojnë falje zoj, nuk e kemi të pastër kerin, po tash mos keni derce, ashtu e keni për një damë, nuk e kemi të pastër kerin, mjaft. Unë po i them, mos keni derce, ashtu e keni një mini damë me vete, po. Ma e vogël krahas ata shumë gjatë. Po, ata për të ndaj. Edhe kështu të kalue pranë, se tash po shkojnë për në Bregdjelit, apo? Po më thojnë, po Zojta nuk mundën, në bisede si për thash, si ka ndodhë të përjashtonë fëmijet shëpatem në shkolla. Të fajkonisës që thamë? Të fajkonisës, që ka ndodhë, thash, që keni lejue fëmijet 8 vjeçarës të përjashtohen nga shkolla. Po Zojta, ajo drejtoresha nuk është në vete, nuk është normale, fort. Po ma në fund Zojta, 2 shtete nuk mundën në një shtet. E tash këtu krejtësisht pajtohëm me ju. Edhe ata fillun të qeshin se e kuptuan edhe përgjigjen se vërtet nuk mundëshin 2 shtete në një shtet. Por unë e me dosha timen, ata të vetën. Edhe kur kemi mri në shtëpi, pranë banesës sime, po ju them, kjo që keni me hy në banesën time, është vetëm vullneti mi mirë që do t'ju lej të hyni. Tash se me siguri nuk keni leje që të hyni. Edhe ata fillon të qeshin, sepse dhe unë fillova të qeshi, çfarë guximi morra t'ju them, apo? Po. Edhe hynë brenda, unë e pa një film shumë interesant anglez, që ka ndodhë në Skoci, më duket, kur në atë katund që ishte në film, ka jetu e një Gjermane, cilë gjatë luftës së dytë botërore ka tratu katundin e vetë. Edhe ai pastori i ati katundi i thot, jetov shatë që këte çfarë ke bërë, ta kujtosh duke u turpruar. Po, kjo sërbisht inglon, unë e pata të shkrume në gjuhën sërbe, se përkthimi ishte sërbisht, edhe e kom qitë rasisht telefoni që sa herë të kaloj të lexoj mos të haroj, se më ka pëlqyer tepër shumë. Edhe ata hynë brenda, edhe e para e lexojnë këtë. Taman mesazh për ta. Mesazh për ta, çka kanë kërku ata në banesën time. Mirë, si do qoftë, ju thash nëse më mandej gjatë bisedës, kërkun edhe shumë gjëra tjera, diftesat, për ta parë një ekzemplar se si duket, ju thash nuk e kam asnjë, se i kemi shpërnda. Vulen, tha Zojta, ju të hënën duhet të vini tek ne në zyrë. Mirë thash nëse me premtoni se do të më shqit një kafe, unë do t'u jap tash nga një kafe. Edhe ata fillon të qeshin, unë i përgatita kafet, edhe u habitëshin se unë e flisja gjuhën sërbe gati ma mirë se ata. Ata nuk e dinit se unë jam rrit në mesin ku në Bosnje i flisja të gjitha dialektet që i dëgjoja. Edhe kur u asolla këtë vulën, ju thash vulën po u ajap, por ju me më dhanë një vërtetim se jeni tu e marrë këtë vullë. Po Zojta në nuk japin kësi vërtetime. E qysh do të, e thash, e unë qysh do të arsyetom para e prorve të mi se tash nuk e kam vullën. Ma keni marrë vullën. Qka të bëjon? U krye me kash biseda, të hënën
kur kemi shku në bisede informative, Jo, kam përgatit. E kanë përgatit letrën, e shkrume, sërbisht e shkrume, shkolla fillore Elena Gjika në gjuhën Shqipe. Unë e thash, po kjo nuk është që shkru në vullë. Po, e Vula ka pas emrin? Vula e ka pas shkolla fillore Elena Gjika në Prishtinë, Republika e Kosovës. E kanë hekat pjesë. Dhe më thonë, pa ne që gos, po që moqisve, nuk mund në të qita të përfshihen në këte. Ishte ndajtëm një 5 ore, 15 minuta, ata hinin e dilnin edhe rreth kësaj biseda pse. Ma në fund kërkun prej meje t'ju them se ta nënshkruaj këtë deklaratën, ma lexun deklaratën, thash unë nuk pajtona, se unë nuk kam folë kështu. Deklaratën që ata e kanë formulu vetë, gjëja se unë kam folë. Edhe me këtë vërtetim, çka keni bo? Vërtetimin pastaj të cilën e kam marrë me këtë emërtim, e kam dërguar në Këshillin për Drejtat e Njeriut, që ishte atër edhe shumë aktiv. Nuk e dija e kanë ende, shpresoj se e kanë diku. Do me thonë, jeni siguru që me pas një vërtetim që ju mërë Vula, që me mujt edhe me dorëzu aty tek Këshilli. Ajo ishte shumë e rëndësishme për mua. Edhe nuk e dija e ka marrë në kush tjetër. Po, se besoj, nuk e besoj po dhe atë, po ka qenë më ndryshe. Gjithashtu, a mundeni me na tregu si e keni siguru, do me thonë, gëlqerimin e shkollës, specifikisht pjesën e klasave shqiptare që kanë qenë? Po, dhe kjo është shumë interesant se kjo është puna me nxënës. Në librin e gjuhës angleze, ka shënje faqe ku janë përmendur se si thahen lulet. Po. Edhe, ajde t'ju tregojmë, në këtë drejtim ka ndihmue shumë arsimtarja e Batit. Ajo, unë i kisha tatara për vete, e pastaj ju tregova edhe asaj, ajo pastaj ka punuar me fëmijë. Fëmijët kanë tha lule sa që kanë mujtë. Po. Por çka ishte interesant, çka të bojmë tash me këto lule të thara. Atëre vendosëm me bo, i siguruam kornizat, e siguruam materialin kadife të zezë dhe lulet për mbi te, edhe dolen punime shumë të bukura të fëmijëve. Çka të bojmë tash me krejt këto punime? Hajde ta bojmë një ekspozit shqiptse. Edhe e banëm ekspozitën shqiptse. Ekspozitën shqiptse e kemi ba në një restoran shumë të njoftur atëherë, quhej Ora, dhe erdhen shumë musafir dhe e shpallëm na si dita e luleve, u shitën bukur do punime. Atëherë moneda ishte dinari në qarkullim, por dinari vazhdimisht binte edhe ashtu që ishte problem që nëse është shit 5 dinar të bje në 0, po më të s'ke mujtë asgjë me bo me 5 dinar. Por mrekullia e krejt kësaj është që përgjithësi që a ka qenë kamarierë atëherë aty edhe për fatë të keq nuk ja di emrin, krejt ato punime që kanë bete, ai ju ka shit të tjerve, edhe ato parade që janë grumbullue i ka shëndrue në marka gjermane. Dhe krejt këto në u bon gati 1000 e sa marka, çka të bëjmë me këto pare?
dua të ndalem të ky njeriu zemër mirë që na pa të ndihmu atëre, nuk ja di emrin, por e di se ma vonë është bë shef në njërin prej restoranteve më të njohura të Gërmis. Atëherë ishte spaku. Ata shpresojmë që ndëgjon ai kush që e njeh dhe ja përçon falenderimin. Unë falenderin nga zemra edhe ende e kom buzëqeshjen e tij para syve kur mi ka tërcu ato para dhe më ka thonë se I kom dru në marka. Kjo ka qenë një punë shumë e mirë nga ana e tij, se ne ka ndihmuar pastaj ta gëlqerosim me këtë parë na vendosëm me gëlqeros pjesën tonë. Po. Gjithashtu ka qenë edhe një dentiste e cila ju ka ndihmu gjithë mësimdhënësve. Po, asaj I di emrin, është zonja Ganimete Deda, cila gjatë viteve të 90-ta e ka pas privatisht ka punue, po, dhe ajo të gjithë arsimtarve, mësuesve të shkollës son, falas ua ka punue dhëmbët. Merreni me mend çfarë pune ka ba, po. Ka qenë koha kur ju edhe nuk jeni pagu, domethënë për mësimdhënie, apo? Gjatë asaj kohe ju kanë ndihmuar. Jo, ma vonë pak ka qenë diku. Pjesa e dytë e viteve të 90-ta. Unë vetë kam qenë te ajo atëherë. Po, me rëndësi është që ajo është ofruar ta bëj këtë punë. Mrekullia e Zotit. Ka pas shumë njerëz të cilët na kanë ndihmuar në mënyra të ndryshme. Falë në një takimi në UNHCR, ju pa ta tregue që në shkollën tonë janë gjendja se si është, po flas gjithmonë për viteve të 90-ta, ju pa ta tregue se e kemi edhe paralel në fëmijëve të shurdhët. Ata më thanë, na nuk e dim se ju keni paralele, qësh nuk e dini, ju nashta nuk e dini, po na e kemi atë paralele. Si e tek rreth asaj biseda, pas një jave ma bënë një takim, e aranxuan një takim, më thirrën në një takim me zonjën cila patarë dhe nga edhe kësaj ja kam harru emrin shumë. Po, me kotash ato është shumë normale. Janë këto të gjitha të shënume në një pako shumë të madhe që e kam në shtëpi, të cilën nuk e kam qelë që 25 vjetë. Ato janë krejt të mbyllura. Vajza po më thotë bënë një libër, po jo bre. E thonë mendoj që duoni me Unë nuk kam punue dhe nuk kam jetue që të bëj libra, po që të kry punën ashtu si që kam ditë në një periudhë të caktume. Brenda një periudhë shumë të shkurtër, na sollën në të vërtetë më thanë, a ju mjafton 1 ton ushqimi që ta sjellim, donacion për shkollën. Unë e thash shumë është 1 ton. Nuk kisha ide se si duket 1 ton. Po. Gjysmë ton e mjafton. Edhe 2.000 litra naftë, se ishte vinte afroheshte periudha e dimrit, tash po, edhe kjo ka qenë shumë befasi e madhe për të gjithë, sidomos nafta, ka po na vjen nafta. Po. Edhe ja u kanë janë sigurue krejt këto. Ky gjysmë ton ushqimi i është ndaje kryesisht fëmijëve që vinin nga familjet e varfra. Janë po listat e nxënësve, është përgatit krejt kjo. Edhe drejtën me ju thonë, ai përjetim ka qenë shumë i veçantë, sepse në atë kohë e kishim edhe një mjek të shkollës edhe një motër medicinale. Edhe ata ishin të angazhuar në shkollë. Në të 3 filluam t'i ndajmë pakot e ushqimeve të përgatitura tash sipas krejt njësoj të aranxume.
për të gjithë njësoj, një ushqim fenomenal. Ka qenë edhe kualitativ, do me thonë ushqimit që e kanë... I jashtëzakonshëm. Ajo që ka ishte ma e dhimbshme ishte se neve na kaloi dita të gjajtë. Natë 3, kur lotët nuk na u kanë dahe, ishte e tmerrshme kur varfëria mbledhet së bashku. Dua ta përmendi gjatë viteve 90 edhe një element shumë të rëndësishëm. Ishte kur vitin 98 fillun 98, 99, po, 98. 98 që tashmë pat fillu e lufta dhe kishte lëvizje shumë të mëdha të fëmijëve të cilët vinin në Prishtinë, na ndodhte në shkollë në një klasë të jenë edhe 60 fëmijë. Për shembull, klasa e 3, 60 fëmijë. Aq sa mësuesi erdhi ata, çka të bëj unë s'mund t'jap mësim. Unë i kam thonë, këta janë tu e mësu mësimin më të madhin të jetës. Ti me ta kime ju ofru vetëm tregime të bukura për fëmijë edhe kime këndu me ta. S'ka matematike, s'ka lan tjera. Ata janë tu e mësu mësimin më të madh të jetës. Edhe ashtu që kjo është një nga prej elementeve që nuk i harroj kurrë. E bënim evidencën e fëmijëve, përpiqeshim ta mbam një evidencë sa do pak të krejt këtyre lëvizjeve, edhe që në këtë periud në kanë ndihmu shumë edhe Kryqi Kuqi i Prishtinës. Kemi pas mandej edhe prindërit të cilët sillnin rroba, ashtu që jemi përpjek t'ju ndihmojmë sa kemi mujtë si shkollë. Pastaj e kemi organizue edhe me shoqatën Pjetër Bogdani, të Kishës Katolike, ti nuk je vetëm, unë jam me ty. Dhe kur janë ndahe pakot për të gjithë këta fëmijë të gjitha shkollave të Prishtinës. Unë e kthej pa ta paraqit në drejtoratin për arsim, u patën befasue, askush nuk e thas një fjalë, pse bashën kish, sepse atje në për Drenic, në për shtëpi që i kanë rënue, ju kanë vu shenjat e kryqave. Nuk o se cili kryq njëjtë si kryqi tjetër, apo kupton? 3.000 e sa nxënës kanë marrë dhurata të cilat i kanë mbledhë shkollat e Prishtinës, fëmijët kanë mbledhë. Unë vetë, fëmija më kardëm, ka thonë, unë du me qitë dy klikera, e pse dy qitë një, jo dy, me pas me kenë me lujtën ky, cilit shumë interesant ka qenë. Do të thonë ndihma për nxënësat që kanë qenë trethinave tjera, mirë po 88-ën edhe 90-ën. Po, edhe këtu janë, mandej na kanë ndihmu edhe shoqata Nën Tereza. Edhe një grup i anglezve të cilët kishin pundore të grave të anglisë me teddy bears, kësi. Edhe krejt ato ju kanë i janë shpërda fëmijëve. A ditë ka qenë marshim i nxënësve në për Prishtinë. Vinin nga të gjitha shkollat, ku me ditë se çfarë përshtypje ju kalon policëve në për rrugë, ku krejt kjo lëvizje e pa paralajmëruar, normal, ama ka qenë një moment tejet shumë interesant. Këto jona edhe për ty, kur kom shku në UNICEF me kërku ndihmë për kartolinat të cilat i përgatisnim, ajo e UNICEF-it më tha, nuk mund t'ju ndihmoj në bazë të UNICEF-it,
po i kanë nxjerr prej xhepit vet. Wow. Personalisht i ka dhënë kësi, më kujtohet kanë qenë 400 marka gjermane Po. në atë kohë. Edhe Save the Children në kanë ndihmue, ashtu që na e kemi krye këtë punën e karturlinave, se cila e ka pasi nuk e vetëm unë jam me ty. Shpërndarje në tyre e ka bë Nën Teresa, shoqata Nën Teresa. Qysh ka qenë për juve rikthimi në shkollë, do me thonë mbasi që ka përfundu lufta? Ka qenë shumë interesant se në shkollë në kanë ndihmue të rikthehim, a ishte atëre, ishin ushtarët anglez të cilët janë sjellë rreth shkollës dhe kanë kontrolluar mos ka diçka të rrezikshme, ashtu që edhe aty në gjithmonë falenderit, edhe atëre jam falenderu normal. Po tash na po fillojmë dy komunitete, komuniteti shqiptar dhe komuniteti turk. Edhe normal ishte edhe paralela e fëmijëve të shurdhër. Si t'ja bëjmë tash? Po. Edhe për me e lehtësue hyrjen bashkarisht në shkollë, e pataftue Leze Qenen, artistën tonë, të mirënjohur dhe shumë të dashur, edhe cila e mbajti një pikë shfaqjeje në oborrin e shkollës që t'ju jep fëmijëve vullnet për me fillue ditën e parë. Gjithmonë po flas për 1 shtatorin 1999. Dhe me këtë shfaqje në obor të shkollës na i vum pikë luftës. Për ne u kry lufta. Dhe pasi u kry lufta, atëre fëmijët dorë për dorë të kapun, kemi hyje në objektin shkollor. Nuk kemi mbajt programe tjera. Ky ka qenë programi më kryesor në jetën time. Që ashtu bashkarisht të kthehemi të gjithë në një objekt i cili na ka takue gjithmonë. Fëmijëve ju takon, jo neve. Ishte të gjithë janë ndje e mirë, kjo është me rëndësi. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Pastaj nuk ishim ofrim për të marrë sa oferta kishin për ndihma. Të parët erdhë një shoqat hebraiko-amerikane e cila e gëlqerosi objektin shkollor nga jashtë. I përgatiti 2 klasë për parashkollor. Ideja ime ishte që na të kemi klasa parashkollore. Mendoj se jemi edhe shkolla e parë që kemi fillue me mësimin parashkollor. Për fat të mirë mu ofruan dy gra cilat kërkonin punë dhe unë i pyeta mos dini rreth kësaj, po dim. A bën me mi shkruen e dy copa letra, se cila ideet e veta, edhe ato kanë fillue të punojnë në këto paralele parashkollore. Gjithashtu edhe shkollë Elena Gjika pastaj botë edhe... Si Elena Gjika, si Elena Gjika. Shkolla Evropiane, për shkak se ka qenë... Shkolla Evropiane, pastaj në kontakt me... ta kryme këtë paralelet parashkollore, erdhe slovenët na ofruan mobile për shkolla. Këto mobile ata e bënë në dhe skice se si të duket një klasë e tillë. I sollën mobilet të cilat i ka pague Karitasi austriak. Një mike imja cila ka bashkëpunu me ta,
patarta dhe pa pyta, ki nevoj për diçka kom me I pagu këto mobile edhe ashtu që u krye këto kanë qenë mrekullit e ditëve të para. Në takime të ndryshme, atëre nuk ishte ambasad, po ishte zyrë franqeze, një përfaqësuese zyrës franqeze dhe zyrës gjermane, u morën vesh që ta fusim gjuhën gjermane dhe gjuhën frenge si dy gjuhë plus gjuhës angleze e cila mësoheshte në mësimin e rregullt. Këto orë do të mbaheshin në dhomat e veçanta të cilat I përgatitëm dhe kështu filloi shkolla evropiane në shkollën Elena Gjika. Sot e atit kam betëm I qësia, nuk e di se a kanë vazhduar me këtë pas daljes sime nga shkolla. Ma mërmendja se po së paku kam betëm I qësia me franqeset edhe me zyra gjermane. Edhe unë kom qenë zonëse në klasën që është ofru, do më thonë gjuha franqishte, po, në blertën. Në franqisht ke qenë? Franqisht, po. Me arsimtarën Bleta, bukur shumë, për tëtë, knaqësita të qaj këtë. Shkolla ka pas shumë bashkëpunime edhe me organizata tjera të cilat tashmë ishin prezente në Kosovë, sidomos me organizatën KEC, UNICEF. Me KEC-in, me UNICEF-in, edhe me KEC-in janë organizue, me KEC-in kemi filluar me program të ri, për të cilat kanë qenë edhe të trajnuar mësueset, me nxënësin në qendër, ku kanë filluar të punojnë me grupe të fëmijëve, dhe kjo ishte njërisi, edhe ishte një punë e mrekullueshme edhe KEC-it, po edhe e mësimdhënësve të cilët janë trajnuar për këtë punë. Pastaj trajnimet në mendimin kritik, po ashtu të organizuar nga KEC, ishin këto përfundime shumë të mëdha për shkak se mësimdhënësit të cilët I kanë vijuar këto trajnime kanë qenë të dorës parë. Po. Edhe, do më thonë, shkolla ka përfituar shumë. Se ka qenë ndër të para që është paraqit në këto trajnime. Pastaj me UNICEF-in, po ashtu marrëdhënie të shumë të mira, shumë të afërta, dhe ata po ashtu na kanë përkrahur dhe edhe kemi qenë të shpallur si shkolla mike për fëmijë, edhe ka qenë projekti për shkollën mike për fëmijë, I cili është zbatuar në shkollën tonë. Janë këto mrekulli që ndodhen në periudhën e pas luftës, po mbi të gjitha duhet ta theksoj një organizat cila kalon edhe gjurmë të thella në sistemin e edukimit në Kosovë, nga e cila edhe ka dalë Instituti Pedagogjik I Kosovës, cili sot e ditë vepron në Kosovë. Është organizata Qeses nga Milanoja, ata po ashtu ndër të parët kanë qenë të cilët kanë ardhur në shkollë, edhe kanë betur në shkollë derisa është krye puna e tyre. Na kanë ndihmuar në shumë mënyra, njëna është për shembull unë personalisht për herë të parë kom fituar një telefon mobil nga ta. Do më thonë personalisht, po. Nxënësit kanë përfituar shumë ma tepër nga unë. Me litra e litra ngjyra janë sjell, edhe shumë material për punime, për vizatime, ka qenë mrekullia e Zotit. Edhe kompjutera më duket? Arsimtarët kanë ditë të shfrytëzojnë këto në mënyrën e vetë shumë bukur. Po ashtu,
prej tyre kemi përfitue një kanë qenë 14 kompjuter për mësimdhënësit dhe një kompjuter për trajnerin, sepse në rallë kush dinte të punonte në kompjuter në atë kohë, do më thonë një kabinet informatik në kanë sjell në Kosovë. Dhe pastaj në bazë të përvojave më ta dhe ata vetë duke qenë vazhdimisht në Kosovë, kanë vërrejt çka kishte me qenë më e dobishme për ne edhe për sistemin arsimor, tek ne së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, u formua grupi i parë në të cilin kam qenë edhe unë pjesë, që të themelohet Instituti Pedagogjik. Fillimi ka qenë diku në vitin 2003, ka përfundue në vitin 2007, kur edhe ka fillue punën e vetë Instituti Pedagogjik, e që në këtë kretë periudhë kanë qenë edhe shumë trajnime të gjitha atyre që ma vonë janë angazhuar në këtë institut. Edhe pse fillimisht ky institut është të ketë një rol tjetër, por ne pak vuajmë nga ajo që të kemi diçka më nalte, e harrojmë bazën gjithmonë. Do më thonë, ky institut ka qenë i paraparë që të jetë drejt për drejt i lidhur me të gjitha shkollat të gjitha niveleve para universitare, por kjo nuk shkoi ashtu, po si të qoftë, u vendos ashtu që ka vendosë Ministria e Kohës. Ky projekt ka kaluar në për 3 ministra, do më thonë derisa ka përfundue. Dhe unë sot edhe publikisht dua ta falenderoj atë njeriun cili më së shumti është angazhuar për këtë, ka qenë udhëheqësi i kësaj organizate Qeses nga Milanoja, doktor Giovanni Poliani, dhe unë mendoj se ky institut ishte dashur të ketë emrin e tij. Spaku mbi emrin, të jetë Instituti Pedagogjik i Kosovës Poliani, që mos t'i harrojmë njerëzit të cilët na kanë ndihmuar. Jo në kanë ndihmuar, ai ka ardhen aq shpesh në Kosovë sa është kishte raste kur i thosha po ti je baba Tereza. Po. Duke krahasu me nën Terezën në formë tjetër, apo. Dhe krejt këto vite ishin një mrekulli, e të gjitha këto ishin në shërbim të atyre fëmijëve që patën fatin të jenë nxënësit e shkollës. Të dikursh me Vuk Karadžić e të më pastaj me Elena Gjika, të cilve nga zemra vërtet ju uroj punë të mirë, të mbar, mësimdhënësve durim, sepse tash jemi në një periudhë kur kemi të bëjmë me krejt diçka tjetër, kemi të bëjmë me fëmijë të cilët vetë po hulumtojnë, të cilët vetë po mësojnë, andaj kujdes se ballafaqohen me shumë probleme me fëmijë, vërtet. Din të bëjnë pyetje të cilave s'keni çfarë, po i thon, valla nuk e dim, duhet të shoh, duhet të shoh. Këtë e kam bë para gati pothuajse para 40 vjetëve, kur fëmijët më kanë bërë ndonjë pyetje, unë as dashur ju thon, jo nuk e di, po unë do ta hulumtoj, po.
po hullum tani edhe ju të shofim kush ka të drejtë. Ja kështu. Do me thonë, po flasim tash për millennialsat, po flasim tash në pritje të gjeneratës alfa. Zoti madh. Atëherë, për fund, kësha pas qef me shpaq një fotografi, e cila në fotografi shihen e do me thonë jo, edhe bashkëshorti Gjergj Kaçinori. Deshta veç me ditë se tash ju keni qenë në botën e arsimit, mirë po bashkëshorti ka qenë do me thonë në botën në anën kulturore ose të muzikës. Qysh ka qenë edhe qajo për juve si kombinim, nëse muj me thonë? Çka mund të them për këtë, vetëm se ëndrat e jetës sime janë të plotësuara. Si fëmijë kam dashur ta vijoj muzikën në shkollën e muzikës, por isha pak e rritur dhe nuk më pranuan, por ja që e fitova bashkëshortin si kompensim. Dhe që doja t'i kem 5 fëmijë, e Zoti ma fali vetëm një, por vetëm një biologjike, por me fali edhe mëmia të tjerë që i kishe në përduar. Dhe çfarë mund të them lidhur me këtë foto, që ëndra e jetës sime është plotësuar krejtësisht. Wow. Shumë mënyrë e bukur me përfundu edhe këtë episod. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe për kontributet që i keni dhonë, edhe me të vërtet doni me bu një libër, jeni shumë modeste, edhe të shpresoj që krejt kanë me pas mundësin me ndëgju këtë episod edhe me ditë se sa shumë jeni mundu për nxansat, sa shumë dashni keni pas për nxansat, jo vetëm jo, po edhe kolegët e juaj si që tregut më herët, kështu që të falenderoj edhe një herë që keni ardhur, edhe me të vërtet ka qenë shumë qef me ndëgju krejt këto histori. Ishte kënaqësia ime të jem këtu me bien e nxënësës sime. Të kënaqësi vërtet. Faleminderit shumë për ftesën dhe uroj që të keni sa më shumë kësi emisione që mos të harrohet. Ka njerëz që mbajnë mend shumë dhe kanë çka të ndajnë. Asaj për këtë librit, të gjitha shënimet janë në një pako të madhe, kush do në më shkru libra, ma vonde të shkruan, unë krejt çfarë kam bërë në jetë, nuk kam bërë për liber. Kam bërë se është deshte të bëhat ashtu, siç kam ditur dhe kam mundur të veproj. Jona, shumë falemderit. Falemderit edhe ju.